Vendimet e fundit të Komisionit të Prokurimit Publik kanë ngritur shqetësime serioze mbi mënyrën se si zbatohet ligji për prokurimin publik dhe mbi paanshmërinë e institucionit që në teori duhet të garantojë barazi dhe konkurrencë të ndershme. Në qendër të këtyre shqetësimeve del vazhdimisht i njëjti emër, Bionic Tech. Nga analiza e dy vendimeve të ndryshme të KPP-s të marra në procedura të ndara, rezulton një model i qartë dhe i përsëritur favorizimi i ndërtuar mbi 3 shtylla problematike: relativizim të specifikimeve teknike, trajtim të pabarabartë të operatorëve ekonomik dhe mos zbatim flagrant të rregullave për ofertat anomalisht të ulta. Në procedurën e prokurimit për blerje en laboratorike, Komisioni i Prokurimit Publik ka pranuar në çdo pikë ankesën e Bionic Tech, pavarësisht se vetë vendimi administrativ liston mospërputhje të shumta mes kërkesave të autoritetit kontraktor dhe produkteve të ofruara nga ky operator. Dokumentet zyrtare tregojnë se oferta e Bionic Tech përmbante dimensione teknike më të vogla se minimumet e kërkuara, mungesë parametrash thelbësor, artikuj pa katalog ose pa skedë teknike të prodhuesit, produkte që nuk ekzistojnë realisht në dokumentacionin zyrtar të prodhuesve. Sipas ligjit për prokurimin publik, një ofertë është e vlefshme vetëm nëse përputhet plotësisht me dokumentet standarde të tenderit. Megjithatë, Komisioni i Prokurimeve Publike ka zgjedhur të relativizojë këto mospërputhje, duke i cilësuar si diferenca që nuk ndikojnë në funksionalitet. Ky arsyetim nuk gjendet askund në ligj, specifikimet teknike nuk janë sugjerime, por kërkesa detyruese. Çdo devijim prej tyre e bën ofertën të pavlefshme. Ndërkohë që operatorë të tjerë ekonomik janë skualifikuar për mungesa formale apo dokumentare, Bionic Tech ka përfituar një tolerancë të pazakontë edhe kur mospërputhjet janë faktike dhe të dokumentuara. Ky standard i dyfisht cënon parimin e trajtimit të barabartë, konkurrencën e ndershme, besimin e operatorëve ekonomik të sistemi i prokurimit publik. Kur i njëjti institucion aplikon rregulla të ndryshme për subjekte të ndryshme, lind dyshimi arsyeshëm se ligji po zbatohet në mënyrë selektive. Favorizimi Bionic Tech bëhet edhe më i dukshëm në një procedurë tjetër të zhvilluar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ku problematika kryesore lidhet me ofertën anomalisht të ulët. Sipas rregullave zyrtare të prokurimit publik, për llogaritja e ofertës anomalisht të ulët bëhet mbi shumatoren e çmimeve për njësi. Kur janë 3 ose më shumë oferta të vlefshme, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse është më e vogël se 85% e mesatare së ofertave të vlefshme. Në procedurat nën kufirin e lartë monetar, një ofertë e tillë refuzohet automatikisht pa kërkuar sqarime nga operatori ekonomik. Në këtë procedurë, 3 ofertat e vlefshme kishin shumatore çmimesh për njësi si më poshtë: Bionic Tech 428.865.82 lek, Gama 767.352.75 lek, Krion 767.352.75 lek. Mesatarja e ofertave rezulton rreth 661.190 lek. 85% e kësaj mesatareje është rreth 562.000 lek. Oferta e Bionic Tech bie dukshëm nën këtë prag dhe sipas ligjit duhet ishte skualifikuar automatikisht. Procedura kishte një fond limit nën kufirin e lartë monetar, çka do të thotë se autoriteti kontraktor nuk kishte të drejtë të kërkonte sqarime. Komisioni i Prokurimeve Publike nuk kishte bazë ligjore për të justifikuar kualifikimin. Skualifikimi ishte detyrim, jo zgjedhje. Megjithatë, kjo nuk ndodhi. Në vend që të korrigjonte shkeljen, Komisioni i Prokurimeve Publike e ka legjitimuar kualifikimin e ofertës anomalisht të ulët të BioNTech duke vepruar në kundërshtim të drejtpërdrejt me ligjin dhe për rregullat që vetë institucioni ka miratuar. Ky veprim nuk mund të justifikohet si gabim teknik kur një formulë matematikore e qartë nuk zbatohet dhe përfituesi është gjithmonë i njëjti operator ekonomik. Kemi të bëjmë me një model vendimarrjeje, jo me rastësi. Në të dyja rastet, Komisioni i Prokurimeve Publike nuk është kufizuar në kontrollin e lishmërisë së vendimeve të autoriteteve kontraktore, por ka hyrë në rivlerësim teknik të produkteve, interpretim të subjekteve të ekuivalencës, zëvendësim të kërkesave të autoritetit kontraktor me gjykimin e vet. Kjo përbën te i kalim të kompetencave ligjore dhe e kthen KPP-n nga organ mbikëqyrës në një lloj komisioni vlerësimi ofertash, rol që ligji nuk ja njeh. Rasti BioNTech nuk është thjesht një konflikt mes operatorësh ekonomik, ai
përfaqëson një precedent të rrezikshëm për sistemin e prokurimit publik, ku specifikimet teknike relativizohen, ofertat anomalisht të ulta tolerohen, ligji zbatohet në mënyrë selektive, besimi publik në institucionet mbikëqyrëse dëmtohet. Nëse kjo praktik vazhdon, prokurimet publike rrezikojnë të shndërrohen në procese formale ku rregullat vlen për disa, ndërsa për të tjerët interpretohen sipas nevojës. Pse një ofertë që ligji e cilëson anomalisht ulët nuk u skualifikua, pse specifikimet teknike u trajtuan si orientuese dhe jo detyruese, dhe pse në të dyja rastet përfituesi është i njëjti operator ekonomik, dokumentet janë publike, shifrat janë të qarta, ajo që mungon është përgjegjësia.